Votimi, kalojmë procesin e votimit. Hapet votimi për prezencën. Ju lutem votoni prezencën. Vazhdoni votimin, ju lutem. Mbyllet votimi për prezencën. 128 deputet prezent. Vazhdojmë me votimin e projekt vendimit. Projekt vendim. Pranë votimi hidhet projekt vendimi jo raportet. Projekt vendim për dhënien e autorizimit nga Kuvendi për arrestimin ose heqjen e lirisë së deputetes Belinda Balluku nëpërmjet vëndësimit mas sigurimit. Votimi është i hapur. Procedura e votimit, një votim me elektronik. Hapet votimi me elektronik. Vazhdoni votimin, ju lutem. Mbyllet votimi. 47 vota pro, 0 abstenim, 82 kundër. Projekt vendimi nuk miratohet. Vjojmë me renditës. Pika 4. Projekt ligji për adherimin e Republikës së Shqipërisë në Konventin e Metrit nënshkruar në Paris, 20 maj 1975, ndryshuar me Konventin e nënshkruar në Sevre në 6 tetor 1921 dhe rregullorën përkatëse, referuar nenit 73.2 rregullorës. Nëse nuk ka pyetje, fillojmë diskutime paraqitjen e aktit nga zonja Ibrahimaj. Zonja Ibrahimaj, keni fjalën. Pa kufizim minutazhi, sipas nenit 27 të rregullorës. Ju lutem bani qetësi, nuk mund të vazhdojmë kështu. Nuk mund të vazhdojmë seancën kështu, mos prisni seancën. Zoti Balla, për procedurë. Zoti kryetari i Kuvendit, bazuar nenin 49, kërkoj kalimin votim në pamundësi për të zhvilluar diskutimet. Atëherë, në kushtet e pamundësimit zhvillimit të seancës dhe mbas propozimit të kryetarit grupit parlamentar të Partisë Socialiste, në bazë të nenit 49, hedhim në votim propozimin për ndërprerjen e diskutimeve dhe kalimin në votim. Kush është dakord? Kush është dakord? Kush është dakord? 82 pro, kundër. Abstenim, miratohet ndërprerja e diskutimeve. Kalojmë në procesin e votimit. Ju lutem bëhuni gati për procesin e votimit. Hapet edhe një herë votimi për prezencën. Votoni edhe një herë prezencën. Ju lutem votoni prezencën. Mbyllet votimi për prezencën, 82 deputet kanë votuar prezent, 0 abstenim, 0 kundër, pra 82 deputet prezent. Fillojmë votimin e akteve, projekt ligji për adherimin e Republikës së Shqipërisë në Konventin e Metrit, nënshkruar në Paris në 20 maj 1975, të ndryshuar me Konventin e nënshkruar në Sevre në 6 tetor 1921 dhe rregulluar në përkatëse. Ky akt kërkon shumicë absolute votash për votim. Votimi është i hapur, procedura e votimit, 2 votime me elektronik. Hapet votimi në parim me elektronik. Mbyllet votimi. 81 deputet pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet në parim projekt ligji. Kalojmë votimin nen për nen me karton, sipas variantit propozuesit. Neni 1 me karton, ju lutem, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë votimin në tërësi. Hapet votimin në tërësi me elektronik. Ju lutem votoni. Mbyllet votimi. 80 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet tërësi projekt ligji.
Pika 2, projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes SOAS në midin e Republikës së Shqipërisë UAMARSI, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare KESH, Agjencia e Zbatimit të Projektit dhe KFV Frankfurt am Main KFV për rehabilitimin e hidrocentralit të Fierzës. Ky akt kërkon shumicë absolute votash për miratim, votimi është i hapur, procedura e votimit 2 votime me elektronik, hapet votimi në parim me elektronik. Mbullet votimi. 81 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër, miratohet projekt ligji në parim. Kalojmë në votimin nën për nën me karton sipas variantit propozuesit. Nëni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. Nëni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë votimin në tërësi, hapet votimi në tërësi me elektronik. Votoni, ju lutem. Mbyllet votimi. 79 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër, miratohet edhe në tërësi projekt ligji. Pika 3, projekt vendimi për disa shtesa në vendimin numër 64/2025 për caktimin e anëtarësisë së Komisioneve të Breshme të Kuvendit të Shqipërisë i ndryshuar, deputeti Elisa Spiropali caktohet antare në Komisionin për çështjet e brendshme dhe mbrojtjen. Deputeti Piro Vëngu caktohet antar në Komisionin për Burimet Natyrore, Infrastrukturën dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Procedura e votimit, një votim elektronik, votimi është i hapur. Hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 80 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër, miratohet projekt ligji në parim. Ndjes, miratohet projekt vendimi. Pika 4, projekt vendimi për një shtesë në vendimin numër 65/2025 për caktimin e anëtarëve zëvendësues në përbërjen e Komisionit të Brendshme të Kuvendit i ndryshuar. Deputeti Piro Vëngu caktohet antar zëvendësues në Komisionin për çështjet e brendshme dhe mbrojtjen. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Procedura e votimit, një votim elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 79 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër, projekt vendimi miratohet. Diskutimi jashtë rendit ditës nuk ka. Këtu seanca mbyllet, seanca e radhës do t'ju leftohet sipas rregullores. Ju falenderit.